Universiteti i Tetovës, përmes Fakultetit Filozofik, shënoi sot ditën botërore të filozofisë me një aktivitet solemn ku personalitetet të njohura të mendimit akademik dhe filozofik theksuan rëndësinë e kësaj disipline në zhvillimin e shoqërisë dhe në mbrojtjen e lirisë së njeriut. Të pranishëm në ngjarje ishin studiues, profesor, student dhe të ftuar nga fusha të ndryshme humaniste. Në fjalën e tij përshëndetëse, dekani i Fakultetit Filozofik, profesor doktor Kushtrim Ahmeti, theksoi se filozofia ka qenë historikisht një kritike fort ndaj çdo forme dhune dhe kufizimi të lirisë. Qëllimi është që të hapim perspektiva të reja, të tregojmë se filozofia nuk është diçka që është jashtë nesh dhe zhvillohet jashtë përditshmërisë tonë, por është në brendësinë tonë dhe në vazhdimsi duhet të kushtojmë kujdes. Në këtë tryez ka folur edhe akademiku i njohur Ferit Muhiç. Filozofia është një ndër shtyllat më të lashta të dijes njerëzore dhe mbetet themeli i reflektimit racional. Filozofia është një mënyrë për të kuptuar botën dhe veten, një disiplinë që ka shoqëruar njerëzimin prej mijëra vitesh. Ndërsa profesor doktor Metin Izeti foli për rëndësinë e ruajtjes së dimensionit filozofik të njeriut përballë rreziqeve të reduktimit teknokratik të qenies humane. Ne mendojmë që njeriu i shekullit 21 ka nevojë për ideat generative të cilat i ka filozofia, pikë së pari për ekzistencën e vetë dhe pastaj edhe për mbarvajtjen e jetës shoqërore. Ngjarja u mbyll me diskutime të hapura, ku studentët patën mundësi të parashtrojnë pyetje dhe të marrin pjesë në reflektime të përbashkëta mbi rolin e filozofisë në kohët moderne. Përmes këtyre ngjarjeve, Universiteti i Tetovës e riafirmon misionin e tij për të promovuar mendimin kritik, dijen dhe vlerat universale të humanizmit.